Me pjesëmarrje të përfaqësuesve të Autoritetit Rregullativ të Ujrave të Kosovës, sot në kompaninë rajonale të ujësjellësit Gjakova është mbajtur dëgjim publik me qytetarë dhe palë të interesuara. Qëllimi i takimit ishte diskutimi dhe propozimi i tarifave të ardhshme për shërbimet ujësjellësit. Fillimisht kryeshefi ekzekutiv i kompanisë Hasan Krasniqi prezantoi disa të dhëna rreth të hyrave dhe shërbimeve të kompanisë. Në 4 vitet e kaluara, kompania ka bërë investim dikun mbi 20 milion euro pare në sistemin e ujit dhe në sistemin e përmirësimin e ujnave të zezë, rrjetit të ujnave të zeza. Tashti, të gjitha këto investime, sa për informacion, janë investime të donatorëve tonë, të komunave tona, Gjakov, Prizren dhe Ravec, dhe investime vetanake tonat. Një informacion po ashtu më rëndësi, në lidhe me këtë temë që sot debatojmë këtu, është se investimet vetanake të kompanisë tonë janë investime rekorde që në krahasim me kompanitë tjera janë investimet më të mëdha për 7 kompanive të ujnave që bëjnë në rrjetin e vet të ujit dhe të kanalizimit. Domethënë investimet vetanake, duke i hequr investimet e donacionit dhe investimet e komunave dhe investimet qeveritare. Refik Rama, drejtori i Departamentit të Tarifave në Agjencinë e Rregullimit të Ujrave, tha se janë në shqyrtim të procesit. Në këtë ndryshim të madh tarifor, kemi përkrahjen e një eksperti ndërkombëtar i përmasave botërore që na ka përkrahur dhe po na përkrah. Tash sfundi pasi të kryejmë këtë cikël të konsultimeve publike, ka më ardhur edhe ka na ndihmuar me përcaktuar tarifat. Sepse na sot nuk i kemi tarifat finale, jemi duke punuar të analizuar. Tek më 31 dhjetor ato hedhen në urdhëresën tarifore të shërbimeve tek atër i merrni. Përveç kësaj parim tjetër është edhe vlerësohen indikatorët kyç të performancës, siç janë shpenzimet, inkasimi, paturimi e tjerë. Këto veç janë të veçanta, dallojnë njëra prej tjetrës edhe e bëjmë analizën e plotë të tyre me kujdes të veçantë. Siç e thash edhe përballueshmëria e fakturës konsumatorit, ne si rregullator kemi obligim ligjor mos me leju që të bëhet një rritje për një hershme tarifës, apo si quhet zhargonin profesional shok tarif, na nuk lejojmë këta, e kemi obligim ligjor mos me leju, por e kemi obligim edhe me siguru qëndrueshmërinë financiare të kompanisë. Mandej të investimet kapitale, shikojmë aspektin funksionalitetin e afatgjatë. Çdo investim që aprovojmë në strukturën tarifore të investimeve kapitale, ai duhet të ketë funksion në uljen e shpenzimeve dhe duhet të ketë impakt në ngritjen e eficiencës së kompanisë. Hysni Feka, analist për tarifat e ujit, pranë rregullatorit ndau informacione rreth tarifave. Arsyeja pse tarifat dallohen prej një regioni në region bazohen më shumë në çështjet gjeografike dhe teknike, më shumë për to inxhinierët e din pak më shumë, dikun duhet më shumë pompash respektivisht shpenzimet e energjisë për pompimin e ujit, dikun ka nevojë më pak, dikun uji ka cilësinë asaj që ka më shumë kimikale për përpunim, dikun nuk ka nevojë aq shumë. Kështu që arsyeja vetëm pse ka dallimin mes kompanive të ujit është kjo. Rregullatori i ujit është i vetmi autoritet i cili lëshon urdhëresat tarifore për shërbimet e ujit dhe për shërbimet e ujrave të ndotura dhe kriteret të cilat do t'i paraqes tani janë të gjitha unikme për të gjitha 7 kompanitë e ujit. Një tjetër veçori për ata që janë më pak të informuar, sikur për qytetarët edhe pjesën e informimit, është që duhet pas parasysh edhe kriterin e tarifave regionale, që do të thotë se për të gjithë regionin e një regioni të saktë, këtë rast për regionin e Gjakovës, të gjitha tarifat janë të njëjta pa marrë parasysh largësinë prej prej burimit të ujit apo prej fabrikës të ujit apo prej nëse bëhet fala për distribuim prej distribuimit. Sipas ligjeve në fuqi, tarifat përcaktohen për 3 vite. Procesi tarifor ka filluar në muajin qershor të vitit 2025 dhe pritet të përfundojë në dhjetor kur edhe bëhet përcaktimi i tarifave.